Në datën 27 prill 2025, pamfleti publikoi skandalin e ministres së shëndetësisë Albana Koçiu, e cila kishte urdhëruar nxjerrjen e dosjeve të tenderëve me PPP nga zyrat e ministrisë dhe transferimin e tyre në një adresë të panjohur dhe jashtë arkivës së shtetit. Ky veprim skandaloz u zbulua nga Shërbimi Informativ Shtetëror Shish, i cili ja raportoi menjëherë kryeministrit Edi Rama si autoriteti drejt për drejt mbi ministren Koçiu. Heshtja e kryeministrit pas këtij raporti ngre dyshimin e arsyeshëm se ai mund të ketë qenë në dieni të plot të zhvendosjes këtyre dokumenteve sensitive, madje mund të ketë qenë vetë ai që ka urdhëruar këtë lëvizje, ndërsa Ministria e Shëndetësisë ka menduar se i ka fshirë këtë dosje në një vend sekret. Një informacion ekskluziv i ardhur në redaksinë e pamfleti pas publikimit të skandalit konfirmon se këto dosje të rëndësishme shtetërore janë zhvendosur në godinën numër 8 fraksion 35 në Kashar, e cila është selia e kompanisë private të arkivimit Albanian Archives. Në magazinat e kësaj kompanie private janë dërguar në mënyrë të fshehtë edhe dosjet e tenderëve, koncesioneve, kontratave simbolike €1 dhe dokumente të tjera që lidhen me afera të rënda financiare të Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Kulturës, OSHE, Kesh dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar. Pjesa dërmuese e këtyre dokumenteve janë aktualisht objekt hetimi nga SPAK dhe prokuroritë rajonale në vend për të shkeljes flagrante të ligjit dhe rregullave arkivore të shtetit shqiptar që detyron ruajtjen e dokumenteve zyrtare në ambiente shtetërore. Skandali rëndohet akoma më tepër pasi kompania Albanian Archives rezulton të jetë në administrimin dhe pronësinë e trafikantit të njohur Eral Myftaraj. Kjo kompani u krijua më 23 gusht 2019, ndërsa Myftaraj zotron 40% të aksioneve. Ai njëkohësisht është pronar i kompanive të tjera problematike si Meteo dhe Al Meksud, duke zotruar edhe një koncesion pyr 35 vjeçar në zonën e Peqinit, përmes të cilave ka marrë mbi 60 milionë euro nëpërmjet tenderëve dhe fondeve shtetërore. Eral Myftaraj njihet edhe si pjesë e bandës kriminale të Zamir Balliut, e cila është e përfshirë në kontrabandën e hekur nikelit, armëve, makinave, trafikut të drogës dhe financimit të grupeve kriminale që kanë ushtruar presione dhun ndaj medjave dhe bizneseve rivale. Kur ministri i Brendshëm dhe i Bujqësisë ishte Bledi Çuçi, Myftaraj mbure i hapur duke deklaruar se bizneset e tij i kishte ortakëri me ministrin Çuçi dhe se ai ishte financues i rregullt i fushatave të Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit. Kjo është edhe arsyeja, sipas tij, pse askush nga organet ligjzbatuese nuk e prekte dhe ai vazhdonte të përfitonte fonde publike pa shqetësim. Skandali bëhet edhe më tronditos kur zbulohet se përfaqësuesja ligjore që kryen veprimet zyrtare të kompanisë private Albanian Archives, e autorizuar direkt nga trafikanti Eral Myftaraj, është Ornela Pëllumb Balla, ish specialiste e lartë në Komisionin e Apelimit të Vettingut për prokurorët dhe gjyqtarët dhe aktualisht sekretare gjyqësore në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK. Ky fakt tronditos dëshmon qartë kapjen dhe përdorimin e institucioneve ligjzbatuese nga grupet kriminale, si dhe korrupsionin në nivelet më të larta shtetërore. Ky rast kërkon një reagim të menjëhershëm nga SPAK dhe organet hetimore për të zbardhur këtë aferë të paprecedent dhe për të rikthyer besimin e qytetarëve tek drejtësia dhe institucionet e shtetit ligjor.